Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, afdalu salati wa tamu taslim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun e Madhreshëm, salavatin me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Vazhdojmë të shoqërohemi me komentimin e kaptinës El Mulk, kaptinës sundimit, kaptinës pra të pushtetit, ashtu si që kemi promovu edhe në javët e kaluara, se kjo kaptin, derisa është para pëlqy që të lexohet çdo mbrëmje, gjithsesi që brendësia e saj ka mesazhe konkrete për neve. Pra kjo është një prej urtësive të leximit të kaptinave të veçanta në kohëna të veçanta. Pra derisa pejgamberi alayhis salam e ka lexu çdo natë dhe ka parapëlqy, pra jo obligativisht, por ka parapëlqy me lexu çdo natë para xhumit, i bie se mesazhet që janë në te janë të nevojshme për neve për mënyrë ditore që të na përkujtohen. Pa humbur kohë të ndershëm vëllezër për të ndërlidhur me komentimin e citateve të fundit që i kemi komentuar në javën e kaluar, kemi thënë se Allahu xhalla xhelaluhu në kaptina të tjera detajon jetën e banorëve të xhenetit. Madje në detaje na flet për xhenetin, sikur që kemi shpjeguar jo shumë larg nga kjo kohë kaptinën El Insan, kaptina e njeriut. Në mënyrë të detajuar Allahu ka përshkruar xhenetin. Këtu tani Allahu e përshkruan në detaje disa inserte, skenare, pjesë të xhenemit dhe të banorëve të xhenemit. Dhe krejtësisht kjo aludon për drejtësinë e Allahut xhalla xhelalu. Siç kemi thënë javën e kaluar, nuk do të ishte e plot për neve sikur Allahu na njoftonte vetëm për xhenetin. Nuk do të ishte e plot kur dikush do të befasohet se do të vunë, do ta përjeton xhenemin. Ashtu siç nuk do të ishte e plot sikur Allahu na fliste vetëm për xhenemin dhe do ta mshifte vlerën e kompenzimit të bamirësve xhenetin. Po kjo është nga drejtësia e Allahut që flet për të dy palët. Prandaj Allahu xhalla xhelaluhu përshkruan në citatet në vijim se me çka do të përballen pabesimtarët. Ata madje që kanë qenë edhe musliman, po kanë kry punë të këqija. I kanë shkel vijat e kuqe. Allahu xhalla xhelaluhu përshkruan hyrjen e banorëve të xhenemit në xhenem. Çka po ju thojnë? Sikur që kemi përshkruar me laçet e ngjyt çfarë ju thojnë banorëve selam dhe ju shprehin mirëseardhje, tibtum lumet ju. Me pak fjalë. Lumet ju ku po hini. E këtu çka i thojnë? Tash përshkruan Allahu xhalla xhelaluhu. Pra, Allahu përshkruan duke ju thonë pra rojtarët e xhenemit, elem yatikum nadhir, pa nuk ju kanë ardhur ju pejgamber. Pas keni dëgjuar ju për pejgamberët, pa kur nuk i keni dëgjuar ju hoxhallar të fola. Që kjo është pyetja dhe kjo është, po themi, aja qasja e fundit që rejtarët e xhenemit ju drejtojnë banorëve të xhenemit. Përgjigjja banorëve të xhenemit për në interesën, çka po thojnë ata? E për me marrë që të punë vesh, do të më kthyte Allahu. Se ne nuk dim kur gjë. Qysh ka thonë Allahu, qashtu na i besojmë Allahut hak. Qysh thot Allahu, wa man asdaqu min Allahi qila. E kush është më i drejtë dhe më i sinqert se Allahu në fjalët e tij, askush. Allahu xhalla xhelalu në citatin 9 thot: kur rojet e xhenemit, rejtarët e xhenemit i pyesin pse kështu, pse s'ju keni përgjigj pejgamberëve, a nuk ju kanë ardhur ju pejgamber, çfarë po thonë? Nuk thojnë më pa ta arabin kon. Ne kemi besuar me pason shqiptar, ama ta arabin kon, ju tash thojnë kështu. Qalu bela, tash kur ti bin, po thonë patjetër. Ka gjajna në dhirë, e pranojnë, na kanë ardhur pejgamber. Çka keni bën ju? I kena përgënjeshtru.
sy kena besu. Pra, citati është, ky citat ka ardhur që 15 shekuj, po në çdo gjenerat po thuaj që këta kanë qenë të njëjtë. Këta që i gjojmë sot, po them kësaj kohe mohusit, që na i thonë çdo fjalë ateistë të ngjashëm, çështu i ka thonë komunistët. Të njëjtat i kemi përjetuar vite edhe më herët, në përgjigje. Ai na shkretinu kon ai, çështu e kanë cilësu Muhamedit a.s. Ata e nërë para arab, e që si fjallë. Tash nuk thujnë më kështu. Feke dhebna, i kena përgjinishtru. Pastaj, wa kulla ma nazzalallahu min shay. E dyta, që ka thujnë tash, vetë përgjigjen banorët e xhenamit, se s'kan ka hikin mo. E shohin që s'ka më rrugdalë dikun tjetër. Thonë, mohimi dytë, kena thonë që kur gjë s'ka zbrit Zoti. S'ka libra. Do më i kanë mohu libra që i ka zbrit Allahu, ma di kanë mohu dhe Koranin. Pastaj, in antum illa fi dalalin kebir. Ju kena thonë thirësa, ju jeni në dalalet, ju jeni lajthit, ju përna leni mrapa, fejat le mrapa, dëni më në këthy mrapa, dëni më në këthy 1000 vjet mrapa. Allah. Po vim xhami që to do të mi ditë. Mos muna befasu kur po dalin në për media, në për mexhlise ata që fejen tonë mundohet me ta nënçmu se ti je shkurt veç atë namaz që e fal. Kjo është arsyeja vëllezëra që pimojmë këto ligjërata. Kemi nevojë na me njoft librin ton, me njoft Kur'anin, me njoft detajet. Këtyre njerëzve më thonë që ju jeni kthy mrapa me shekuj, na jem në rrugën e vërtetë. Se na veç ka pi vërtetojmë fjalët e Allahut xhela xhelalu. Kryesorja që shtu këta përgjigjen, që i bie se këta njerëz janë pra që kanë thonë se hoxhallar pjorrajnë. Qëta njerëz që kanë thonë hoxhallarve, prindve t'jonë dhe t'juft hoxhallarve në kohët komunizmit, ju kanë thonë popullit që hoxhallar pjorrajnë, që mashtrojnë, se s'ka kur gjë. Kur gjë s'ka. Shkenca po thotë s'ka kur gjë. Kush është shkenca? Kena thonë shumë herë. Shkenca e njerëz. E ata që jenë laika, cilën shkencë e shpikin ata. Shkencën e rrajshme, se Allah xhela xhelalu para 15 shekujve parafërsisht po thot: "Wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa al-haq." Ajeti Kuranit është. Allahu po thot: "Atyre që ju është dhënë dituria." Pra tash thon dietar, sikur ky citat sinjalizon për shkencëtarët, cilët kanë dije, cilët pra kanë studiu. Allah po, ata që kanë studiu, kanë ardhur në përfundim se ajo që të ka zbrit ty, po, fjala për Kur'anin është hak. Për atë arsye vëllezër, sa shkencëtarët janë konvertuar në Islam marrana këtij shekulli. Pse bash marrana këtij shekulli? Për shkak të shkencës dhe teknologjisë, praktikisht avancimit. Pra, zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë edhe më e vë në pah shpalljen. Nuk e mbulon shpalljen. Pra shkenca, zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë nuk e ul shpalljen se na kena mrri. Jo. Vetëm sa e kristalizon ato që Allahu e ka nxjerr. Këtë po e thot Allahu për ata që ka me të mrapa në këtë aspekt. Madje mediat hiç flasin. Për ditëshmëri e kemi në Evropë, në Shtetet e Bashkuara, me 10 qindra shkencëtar konvertuar. Asnjëherë nuk i nin media tona të folë. E as analistat tonë, vetëm se të mjell korb edhe zi. Të mundu, llogaritmi, të mundu, ma krej këtyne të mirave. Në komunizëm nuk ka mujtë kërkush me këthy kërkon, mi thonë po të kthejmë ty në fejen e 5 gjyshava, 20 gjyshava atje. Tash po mundohen këtë kohë kur populli jonë, do thot gati 100% janë të shkollum. Mi kthy mrapa. Vëllezër, kjo demagogji në këtë kohë, përveç spinuj, thjesht për thonë, pa modesti, spinuj, kjo në fatkeqësi e kohës. Këta njerëz janë fatkeqësi e këtij populli, e kësaj shoqërie. Në vend që me mendu me integru këtë shoqëri, me qena ma afër, 98% musliman i kemi ru, që thënë si sytë e ballit tjertë. Na i kemi ru, nuk na kanë ru tjertë. Na si muslimani kemi ru tjertë, në këtë kohë dalin edhe trumpetojnë mas gjërave
mas demagogave dhe gjëra demagogjike. Vëllezër, këto gjëra Allahu po i kristalizon, për atë arsye po i bojmë thirrje gjithë njerëzve, edhe atyre që jenë lajthit mas jetës kësaj bote, mendojnë që vetëm materia është. Jo, vëllezër, për atë arsye kjo është drejtësia e kësaj feje që me kohë i ka trajtu në mënyrë të barabartë 3 komponenta. Para 15 shekujve, shpallja 3 komponentat i ka trajtu në mënyrë të barabartë, shpirtin, mendjen dhe trupin. Këto nuk e gjejmë të fe tjera. Nuk e gjejmë, vëllezër, do ta them haptas. Preket dikush, preket të gjonen fakte shkencore të shkruane. Ka konfesione fetare që kanë thirrë vetëm shpirt. Mos u merrni hiç me këtë botë, s'ka martesë, kanë braktisë martesën. Pikrisht madje ata që po thirrin mu kthyn fe tyne. Çi kjo është feja tyne? E shumë gjëra të tjera. Pra kemi nevojë na me një vlerën e kësaj feje, vëllezër. Pra Islami ka thirrë në shpirt, zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë nuk e zaventson shpirtin. Nuk e zaventson. Kur nuk do të ketë, vëllezër, rreni qetë, rreni rahat. Unë jam shumë i vetëdijshëm që ju që jeni në xhami këto e besoni, po me që ligjërata tona përcillen rrjetet sociale, unë du të përcej mesazh dhe ata që janë jashtë xhamisë. Rahat. Kur mos u thotë që ka marrë njëri pa shpirt. E kanë shpik. Çka robotat, çashtu bashkohen 2 gjinit robotave kanë me prodhu një fëmijë, kanë me lini një fëmijë. Hiç më i madh, 2 vjet që i ka që një anis edhe ai për ta del çesharak i pa teori kështu. Lemo për ato që është i shkollon. Kështu që Islami ka trajtuar në mënyrë më superlative shpirtin. Për të mos hinë detaje, se tani kena nxjerr kohë shumë, ka të bëjë me besimin. Pastaj e ka trajtuar aspektin mental, aspektin mendor, në mënyrën më superlative. I ka përjashtuar ata që janë të privuar nga mendja. Te Zoti këta s'ngarkohen, ata që kanë probleme psikosociale. Pastaj në mënyrën më superlative ka trajtuar trupin. Sa kemi shpjeguar në këtë xhami për aspektin shëndetin mendor dhe shëndetin fizik, edhe vazhdojmë të shpjegojmë. Që to nuk i gjejmë pra në shkencë. Shkenca i trajton vetëm 2 të fundit, jo dhe shpirtin. Prandaj dhe po vuaj njerëzit deri në vetvrasje si mungesë e mos trajtimit të shpirtit. Pra vëllezër, që kjo është ajo që po thonë këta, se hoxhallar ju kanë mashtruar. Që ju kanë thonë hoxhallarën këtë komunizmin. E disa fatkeqësisht hala po vazhdojnë kështu, por që shtot Allah në Kur'an, dhalike mablaghuhum min al-ilm. Kjo është dija që ata kanë mri. Është keq me të ardhë, mi thonë që ky person i shkollum. E ka kryer një fakultet që i thotë këto fjalë. Pra kjo i bie që do thotë ta njerëz nuk kanë qasje me realitetin ose kësaj. Ne kështu mënyrë unanime përcjellim mesazh të këta njerëz. Vetëm një, jo 2, gjenin histori njerëzore që praktikimi të sa ato e kalon mrapa. Pse neve s'po na lë mrapa? Krejt na këto që jem, kem familje. Krejt na këto që jem, kem punë, kem biznese. Kem shtëpia dhe kem vetura. Bojmë jetë. Cili për shembull, cilin e la feja pse orë më fal namaz e kalon mrapa? Këto janë demagogjit e komunizmit të vëllezër, e të marksizmit, e të leninizmit, e izmave të mëhershme, po dojnë edhe në këtë kohë, si ha pazari mo këto. Nuk i ha pazari, ka s'ka dua fati këtyne teorive, do thot teorive të mëkta. Po në atë kohë, kur shqiptarët s'kan lexu, e kujtojnë, fart e di mirë, vitet 70-ta, e para se mi lindun 60-tave, 50-tave, kur kanë shkru gazetat të na, po e ka lexu 1% gazetën. Se populli ka pas nevojë me mush barkun në buk, sepse ka pas krizë ekonomike, politike, atëherë nuk kanë lexu, po kanë shkru, këta kanë fol. Jo, sot mo nuk shkon e nuk heca e çështje. Si do qoftë, Allahu përshkruan dëshpërimin e banorëve të xhehenamit. Shumë interesant që përshkruan Allahu dëshpërimin e tyre, sepse tani më mbështeten për muri. S'kan ku ikin. Në citatin 11 Allahu thotë: "Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir." Banorët e xhehenamit po thonë, Allahu po flet për ta. Banorët e xhehenamit po thonë: "Sikur ne të ndëgjonim
edhe ta përdornim logjikën, nuk do të ishim sot banor xhenemit. Kurani dën studim veçantë. Pse nuk ka ardhe kundërta? Sikur ne të logjikonim e pastaj të ndëgjonim, nuk ish mirë çito. Kjo është detaj shumë është me rëndësi vëllazër, se në Kur'an nuk ka rastësi, radhitja e pjesëve të citatit ose ajeteve rastësisht, këtë me shpallje. Dietarët çuçi kanë thonë. Kanë thonë se Allahu xhelle xhelaluhu përshkruan gjendjen e të lajthiturve. Atyni që kanë humbë, që e kanë meritu dhe peshirin xhenemin. Sikur ne ta ndëgjonim shpalljen, sikur ne ti ndëgjonim këshillat e hoxhallarëve dhe ti merrnim ato me seriozitet, e ta përdornim pastaj trunin ton, logjikën e jo kont, si shmisën xhenem. Që i vjen se logjikën ata nuk e kanë përdorur. Pra, fillimisht vjen ndëgjimi, pastaj logjika. Çka i vjen çka mund na më nxjerrë çito? Se nëse përdoret logjika çysh dojmë na, çysh nuk kanë ardhur kanë çit përfundim se i ka dhënë përparësi trunit. Mu hoj ma merr mendja çështo. E mu hiç ma merr mendja valla. Unë s'u po them çështo. Unë s'u gëzoj me thonë çështo ma merr mendja mu. Se kjo punë nuk ka me mene. Kjo punë shkon me shpallje vëllezër. Allahu për ata e kalon shpalljen. Për gjëra tjetër të përditshme, na kalon të lirë Allahu. Çysh mi marrë shtëpiat. Çysh mi prodhu veturat. Allahu ka mujtë edhe këtu mi përmend. E drejtë Allahu po na kalon të lirë. Stilin e dveshjes, e shumë gjëra i kalon Allahu të lirë. Amo, sa i përket çështjeve që kanë para të arsye Allahu po thotë, ndëgjoni herë shpalljen, tani përdorë mendjen, se të mashtron mendja, se Zotën këta shkoku i mendjes kanë një xhenem. Pse? E kanë dëgjuar mendjen. Tash ky i shkolluar është, kthe në pak vite të 80-ta. Kësaj pak vite të 80-ta ata që pak më shumë, e din ata që i patën botë do shkolla, ky me shkollë. Çka thot ky amin? Jo mos ka amin. Amin i bën veç fjalës të Allahut të pejgamberit alayhis salam. Ndërsa të njerëzve, çu ka thonë Imam Maliku. Imam Maliku, rahmetullahi alayhi, ka qenë njëri prej 4 mëdhëbeve, po ka qenë imam xhamin e pejgamberit alayhis salam. Ka thonë, nuk ka person vetëm se i mirët fjala dhe i kthehet, i refuzohet. Me përjashtim pronarit këtij vorri dhe ka bë me gisht, ka vorri pejgamberit alayhis salam. Ndërsa neve si njerëz, unë më ia qellu dhe hiç më mos më ia qellu. Ndërsa ato që thot Allahu dhe ka thonë pejgamberi alayhis salam janë të vërteta. Pra të ndershëm vëllezër, çështet qëndron që duhet pra me ndëgju një herë shpalljen, mos merr veprime në jetën tonë, kjo është mesazh për neve tani. Një mesazh për neve si musliman. Mos merr veprime në jetën tonë pa u konsultuar me shpalljen. Pastaj përdoret trunin edhe nuk ja huq. Pastaj Allahu xhelle xhelaluhu e përshkruan. Përfundimisht i pranojnë gabimet e tyre. Se kur i pyetin rojtarët e xhenemit kur po i pyetin, a nuk ju ardhën pejgamberët? Po tha na ka ardhur pejgamber, po na nuk i besum. Madje i përgjinishtrum, madje i than këta të lanë mrapa, se këta e në arab, e këta kështu, këti i numrojmë ka një. Po tani Allah e përshkruan që i pranojnë krejt gabimet, por është vënë. Në citatin 11, Allahu xhelle xhelalu thotë, se më herët ishte citati 10, tani është citati 11, fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Allahu po thotë. Gjitha gabimet që i kanë bërë. E Allahu po thotë, larg mëshirës, o ju banorët e xhenemit. Pra Allahu xhelle xhelalu kanë ku ikin më dhe e përjetojnë dëshkimin, i pranojnë. S'ka mundësi me ik, s'ka mundësi me gjithë arsyetimet ndryshme, jo shkolla, jo puna, jo kena pas mi mojt fëmijë, jo mu kujdes, sepse e shohin dënimin me sy, që shka në citatet e tjera. Prandaj, Allahu xhelle xhelaluhu, pra edhe e përshkruan këtu fundin e pranimit të gabimeve të tyre. Edhe s'ka me dyshje vëllazër, që në këtë botë, ka manipulime, paguhen shpagimet me pare, gabimet më shifen me pare, me njerëz. Prandaj edhe ata që janë këto vende ku duhet me pas kujdes,
Dhe pas kujdes mos mu bë, çu thot Allahu në Kur'an, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum nar. Mos ja epni krahin të këqive se ju prek edhe juve zjarri i xhenemit. Allahu po thot, fjalë Allah. Çka i bën? Mos u bë krah me të keqin. Mos u bë krah me të keqin, mos e përkrah të keqin. Mos e përkrah fajtorin, ke bë fajin, ja pafshajrin, po jam gjendje me lëshu postin, po du me dalë para Allahut faqe bardhë edhe para njerëzve gjithashtu. Para të arsye vëllezër këtë këto problemin, duhet nuk guxojmë mbyll syt këto gjëra që po ndodhin, këto trajtime që ndodhin, shkon njeri që thonë te na ju ka devalvu vlera njerit që thonë për 5 pare. Mytet njeri për 5 pare, edhe kush nuk nin në vunë, ndërsa ai që është i dop, po ai e vun përjetësisht dënimin. Vëllezër, na duhet me reflektu si praktikues. Po vëllezër, ke gabu që kjo është dënimi si për ty të pasurin, si për të varfrin, si për ata që në pushtet, si për ata që është pastrues. Njëjtë, te Zoti s'ka, pas ka Zoti kërkon s'po shkruan, ju haxhallar ndryshe, këta ndryshe, ju çini udhëhesa ndryshe, këta ndryshe, s'ka. Nuk ka kështu. Vëllezër, që kjo është drejtësia e Islamit. Pra duhet me mësu edhe këta në jetën e përditshme vëllezër. Ku është në pyetje me thonë të vërtetën, duhet mu fliju. Jenë fliju të parë tonë vëllezër, ju dini, kanë dalë në kanop në qitë popull, kanë dalë në kanop, kanë vujt burg 20 vjet, 30 vjet për një fjalë. Edhe 5 pare si ka dhënë. Pse? Po du me mbrojt vërtetën. Prandaj që kjo është realiteti që do thotë i ngrit vlerat e një shoqërie. Allahu po përshkruan këtë pjesën e fundit citatin larg mëshirës sot jeni ju banorët e xhenemit. E kush pra e meriton mëshirën? Allahu në citatin 12 thotë: Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Citatin 12 tash Allahu tregon po se janë një grup tjetër, ata të cilët i frigohen Allahut në vetmi. Ata të cilët i frigohen Allahut në vetmi. Për ta ka falje të madhe edhe shpërblime të mëdha. Por deri tani foli Allahu për banorët e xhenemit dhe çka i sulli aty dhe si pranojnë gabimet. Allahu në fund po thotë larg mëshirës juini, s'ka rahmet për juve. Pse? Se meritoni. E kush pra meriton rahmetin? Allahu në citatin 12 fillon dhe flet. Vërtet ata që i frigohen Allahut në vetmi. E si është me ju frigu Allahut në vetmi? Dhe për këto detaje inshallah do të njoftohemi në ligjëratën tonë të ardhme. Allahu na ruaj nga zjarri i xhenemit, nga dëshkimi i xhenemit. Allahu na bëft nasib xhenetin dhe punë të mira që na çojnë në xhenet. Allahu shpërblet për vëmendjen. Walhamdulillah.